Përshëndetje të nderuar miq, në fillim të kësaj jave do të flasim për trojet tona, për problemet e shqiptarëve, por edhe për fqinjet, edhe projektet e tyre. Të gjitha këto çështje do t'i diskutojmë më mirë se me këtë do tjetër me historianin Arben Dhalla, mikun e emisionit ton. Zoti Dhalla, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje. Zoti Dhalla, do ta nisim nga një aktivitet që ka ndodhur në fundjavë sërish në Greqi. Ju e keni pasqyruar, i keni dhënë shumë hapësirë, e keni ndjekur këtë, vazhdoni ta ndihni në rrjetet sociale dhe jo vetëm, për një aktivitet të zhvilluar këtë radhë në Larisa, ku sërish është shpalosur, sikur i keni publikuar edhe ju pamjet, flamuri i të ashtu quajturit Vorio Epir. Ndërkohë që reagime s'ka pasur, por ju keni bërë ndoshta atë që do ta bënin institucionet, keni identifikuar edhe personat, edhe keni dhënë edhe mendimin tuaj për atë që po ndodh, që është në vazhdimsi pas asaj që ndodhi pak ditë më parë në ishtullin e Zakynthos. Sipas jush, edhe për këtë autorët janë qartë. Kanë filluar intensivisht aktivitetet anti-shqiptare që po zhvillohen në Greqi, sidomos të mbështetur nga shteti grek, nga Kisha Ortodokse, nga Bashkitë, nga eurodeputeti Fredi Belejt, aktiviteta është quajtur autonomia e Vore Epirit ose pavarësia e shtetit të Vore Epirit, gjë që janë terma që bien ngushtë si me Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, por edhe me Kushtetutën e Greqisë në bazë të ligjit në marrëdhëniet të dy shteteve, sepse termi Vore Epiriot dhe Vore Epiriot autonomia është e ndaluar midis termeve dy shteteve dhe të përmendet ligjërisht, them këtë, gjithmonë flasim bazë ligjeve dhe jo praktikës. Por ajo që duket është që janë justifikuar këto aktivitetet tyre që do ketë dhe në vazhdim, jo vetëm në Zakynthos, Laris, do ketë edhe në fshatrat e jugut të Shqipërisë provokime të tilla, do ketë edhe në Londër ku kanë një bazë këta minoriteti grek që kanë vajtur nga Shqipëria në Greqi, nga Greqia kanë vajtur në Angli, por do ketë edhe kishte edhe në New York, mos harrojmë me rastin e paradës së pavarësisë. Po do ketë përsëri të njëjtë. Gjithmonë baza e këtyre nxitjeve janë një pjesë e vasalëve shqiptarë që kanë tjetërsuar fen, kanë tjetërsuar etnitetin, kombin dhe për të fituar shtetësi greke dhe bëjnë këto aktivitete, po gjithmonë të përkrahur nga strukturat e Greqisë. Ajo e fjetë është shumë e rëndë për arsye se projekti është herët, domethënë që në fillim të viteve 90, kur në mbledhjen e Omonias, por dhe në takim me kryeministrin Konstantin Minçotaj në 93-shin kur ka ardhur në Dropull, një nga profesorët e mirë, themi të ekonomistë të Republikës Shqipërisë, Aristotel Panos, i ndjerë, që është nderuar dhe nga presidenti Ilir Meta, i ka thënë më jepni 3 miliard dharafmi, që i bie rreth 10-9 milion euro sot, ta sjell kufirin, ndjerin Fier dhe Fierin ta quaj qytet minoritar, pakicës kombëtare greke. Pra, nuk ka rasti. Kjo është në 93-shin. Ka kërkuar këtë 3 miliard dharami? Një nga profesorët e ekonomisë të Universitetit të Tiranës, dekan ka qenë i Fakultetit Ekonomisë, Aristotel Panos. Ka vdekur, rreth 88 vjeç ka vdekur në 2021-shin, mos gaboja 2020-ën. Një njeri që është shkolluar jashtë me paret e shtetit shqiptar, më duket Polonia, Çeki në ato vitet 56. Minoritar, i ka kërkuar kryeministri Minçotaj dhe e përsëris 3 miliard atëherë, në një kohë që Shqipëria kalonte probleme thella ekonomike, ku Italia si një vend mik solli operacionin Pelikan ushtarak që shoqëronte ushqimet, falas, vajin, sheqerin. Çfarë posti ka pasur atëherë ai, që çfarë kompetencash për ta bërë këtë? Si do ta bënte? Ai e di atë, mos haro, ka qenë atkohë një nga profesorët më të mirë të ekonomist, me fjalë profesor universitar në Universitetin e Tiranës. Por ishte me rrënjë greke ose me kombësi greke. Ai e di se si djesa këtë. Kjo është deklaruar nga Panajot Barka, edhe ish deputet, në atë kohë ka qenë deputet në 93-shin, është deklaruar kjo, nuk është fjalë urbane rrugësh, është me shkrim. Me gjitha unë i disponoj dhe shkrimet dhe opinionet. Ka deklaruar, domethënë, zyrtarisht me shkrim, si shtoni ju, nuk është fjalë llafe? Jo, e ka deklaruar me shkrim disa herë Panajot Barka. Panajot Barka dhe djali këtij të profesorit nderuar punon në strukturat e shtetit, drejtuese të shtetit shqiptar. Pa rëndësi kush është, po babai
ka thënë me 3 miliard. Pra, imagjinoni, në 93-shi, pikat pas shpine, pakica kombëtare greke që ne kemi shkolluar, shteti shqiptar, i kemi nderuar, nuk ka pas racizëm ndaj tyre, ai kërkonte ta sillte kufirin e Greqisë në 93-shin deri në Fier. Pra Fieri nuk është rastësi, nuk është aksidental aktivitetet. Pra ju e lidhni gjithë edhe atë që ka ndodhur në Zakynthos, e lidhni edhe me këtë. Po nuk është vetëm puna e Zakynthos, ka grup deputetësh në Fier që dalin deputet atje, të fesë ortodokse po e përmendim, me orientim dhe me mbështetje nga Greqia, nga Athina, nuk ka rastësi. Në fillim kapin kyçet deputet, kryetar bashkie, kapin ekonominë dhe pastaj ti ke sklever modern shqiptarët. Pra, kjo e Fierit nuk është rastësi, dhe herë potencioni nuk është rastësi. Prandaj them kjo duhet shikuar mirë nga shteti shqiptar që unë disponoj fakte që nuk ka rastësi. Po dhe shumë qytete tjera, po dukesh e Fieri si në hije në krahasim me Himarën e dukshme, me Korçën, që është e dukshme, me Gjirokastën, Sarandën, që janë të dukshme aktivitetet hapura, presionet hapura, kurse me Fierin kanë qenë gjithmonë në tokë dhe dolën sipërfaqe shumë fuqishëm.